juve të dashtun të emisionit EPI. Ju du shumë. Une Rut Bytyqi ju përshëndes pej Syri TV, ku do që jeni? Koha e pushimeve po përfundon kadaldale, nejse une masana e vije veç këtë të mshini atje. Ju pej vendlindje në pritni. Musafirët e mi gjithë janë të ndryshme. Sot me mu është një aktivist i dalum në Zvicër, Belul Bajrami. Përshëndetje Belul edhe mirë se je ardhur. Përshëndetje nderuar dhe mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Besoj si kalojmë mirë në emision EPI. Që shpinojnë vetën ti këtu në Syri TV në këtë shtëpi të madhe? Sigur shtëpinë teme. Është kënaqësi me qenë me ju, edhe faktikisht është një oportunitet edhe për ne, si komunitet, që kemi një televizion, sikur Syri, që na shiqon gjithmonë edhe na kanë thjerrës, e kështu që është edhe një tjetër, si një lloj obligimi nga ne, që duhet me punue, paqë, ndershëm, edhe vetëm me sukses. Është krenari vëlla mirë kije. Faleminderit shumë. Para si të vazhdojmë me emision, shkojmë si gjithë me blokun e marketingut, si sponsoret i falenderojmë shumë. Prej cilët vendi je atje? Në Kosovë. Po. Në Kosovë vi nga rreth i Prizrenit, nga fshati Piran, që është shumë afër Prizrenit. Një fshat në Breg Drini. I kemi dy lume, kemi Drinën e Bardhë që na kalon poshtë me Hasin, edhe kemi një lumë që quhet Taplue, që kalon mes fshatit. Çysh e pat emrin fshatit? Piran. Piran? Po. Piran. Kurse pas në ime? Pirana, kjo ka dhe dikun, kemi edhe në Kroaci, dikun një qytet që është në bregdetar, Piran. Piranat e na, si pas dhanën e njerëzit vjetër, nga rjedhët emri Piran, prej anës ose prej rane, se to ka anë shtranishte, edhe pse kalume, po mund me qenë edhe prej anës, ose prej Pirus, ana e Pirus, edhe Pirana. Dhe më thënë, ka disa opcione që flitën historinë e vjetër, kështu që nuk është të gjohë saktë që ka them, po si pas dëgjimeve që i kemi, dhe mjenë këto dy opcione, dhe më thënë, ana e Pirus, edhe prej ane, ose prej rane, që është një tokë ranishte, edhe tokë që kultivohet të madhe bëjsi. Ma si shkum në Piran, kalzona pak për fëminin tonë? Po, jam djali ma i vogël në familje, prej 7 vllazë dhe një motër. Shkollën fillore e kam kryer në fshat, të mesmen gjimnazin drejtimin e biologjisë e kam kryer në Prizren, dhe shkollën e lartë mjekësi se kam mbaruar në Sarajevo. Në Sarajevo? Po. Po, sikur atëherë, u duke që ashtë? Në kohën para, dhe më thënë, të regjimit, ish Jugoslavisë, kam mbaruar atje dhe nga atje, nga Sarajevo, kalu në Zvicër, kështu që janë bërë plot disa vite që jetojnë këtu. Fëminin, që shë monë me na e ki pas të lumëtura, e ki pas të fështira? Shqo, është masi bima për një familje të madhe, dhe më thënë jemi shumë me zveti. Vetëm gjeneratës time, dhe më thënë moshës time, kër kemi shku ushtarë, kemi shku diku 8 i shpijës tonë. Njëtën kohë. Dhe më thënë tash imagino.
edhe kemi kalu më bukur, na kemi pas edhe kemi qenë zetar, prind të mi ose vllai im i madh, ka qenë furtar, kështu që baba për më na pas afër na ka qenë një furr në fshat aty. Kështu që pe moshës 9 vjeç kemi filluar me ndihmu vllaut, edhe jemi bu pjeks profesional. Edhe pas ke filluar çdo ditë me bukë të nxehtë. Me bukë nxehtë me samun, jemi rrit me samun po. Kallzona prak, pse je orë në Zvicra? Kushtet kanë shty, a shka të ka shtyje me marrë rrugë për në Zvicër? Si i ri atëherë në kohën e Jugosllavisë, faktikisht, gjithmonë ka qenë një mendimi se cilit perandimi, Gjermania, Franca, Zvicra, dhe më thënë diçka që ka qenë për na imagjinueshme. Edhe pse prind baba im ka punuar në Gjermani dhe në Zvicër në vitet e 65, në vitet e 70. Edhe na si tri kemi menduar si soj. E unë në vitin 85 ka marrë për herë të parë, po ideja ka qenë me e pas si është edhe me i vazhdu studime, dhe më thënë se e kemi pas nivelin e jetës, kemi pas të mirë, nuk ka qenë një keq. Mase në unë e kam pas edhe një fat, kam qenë edhe sportist në nivel nacional në Sarajev, edhe kam punu si asistent jetë gas fizikë në universitet. Kështu që e kam pas, nuk e më kanë keq në nanën materiale dhe shpirtënore, me thonë. Si i ri, dhe më thonë, neve edhe sportistët në atë kohë atje, ma shumë jenë, dhe më thonë, i kanë thonë në rëndësi kemi pas, me qenë një sportisti të farë kemi qenë na, ka qenë knatësi, njerëz më të afruë, më të folë, dhe më thonë, gjithmonë na kanë pështet, edhe e kemi një vetën mirë. Unë kërë marrë të unë, kjo ka qenë ideja. Me e fillu studimet në drejtimin që farë kam pas. Okej. Në 85-ën, thënë një orë, sa vjetë i ki pas atëherë? Kam pas 22. 22. Tamon, mirë. Na tregon një ngjarje. Që tash mu kanë pështjel 2 pyetje, mu kanë bo në kryje. Bënë cilën bënë. Pas ka lidhje. Na tregon pak një ngjarje interesante kur jarë në Zvicër. Po. E kam shkru edhe bërëm një frazë të vogël. Isha në botën e ëndrave, dhe së tani në gjendëm në botën e kukullave. Kur kam marrë Zvicër, diçka që ka qenë për mu interesante edhe që sot e shfrytëzoj në kuadrë të politikës që merëm sot si aktivist politik në komunën që jam, kam mendue, thësha vetë me vete edhe rrëdhëratit ku ishe, thësha imaginua edhe lopt janë të meqme këtu, pse hajshin vi. Po, kur ardhë në fillim, unë kam pënu si gjithë shumica e tonëve, kem pënu në bujësi. Edhe kam pënu me një qytez ose me një fshat afër Friburgu diku, të një bujkë. Edhe aty ka pas plot lop. Kër shku në fush, e hasa telin edhe unë dashta me hek. Edhe më dridhi pak. Dhe pja bëj, qka është kjo? Tha, po na, me smja qitë telin, tha, do më thonë lop të largohen, edhe dalin pe i vjes. Kështu që kur i qesim telit të e kufizojmë. Edhe sot unë të njëtë në gjahë shfridzoj edhe në diplomacin, edhe tha që sistemi jonë këtu në Zvicër është një loj diktaturë, po që ka geometrit të ndryshueshme ose variable. Ma thëmë po ngellet gjithmonë. Ashtë ajo. Edhe kjo është faktikisht që tani edhe 30 të sa vite u bënë, e shoh që është e vërtet, që është e domosdoshme nga njëherë, edhe pse ne mendojmë që gjithmonë kemi avancuar, po njeriu ka avancuar vetëm teknologjinë. Në fund kemi ngel ata që jemi. Domethënë, më na hek teknologjinë vi më pet atje ku jemi kon aty. Edhe kështu ne, domethënë kjo është diçka që më ka ngel edhe sot e shfrytëzoj zakonisht gjatë bisedave që e kem me miq, me shok, edhe në kuadër të sportit që unë jam si profesor, kur i foli trive, i thëmë që korniza duhet respektohen, nëse dalim për korniza, dhe më thënë e kemi hun pak. Po, se lopcion vetë meqen, veç duhet mi... Do edhe njerës... Mi bo me të meqen. Do më thënë edhe njerës... Ti po thëmë... Së po thëmë. Që ta është ta me dvitë dhe tjetër që ti the pare, ku i rrda herën e parë në Zvicër. Pse herën e parë? A u ktheve ti apet, a qysh? Po, kam ardhë si student atëherë, kam nejtë me asin një kohë, një verë me pasi është, dhe jam këthyja për Sarajevo. Edhe kam vazhdu normal. Pas ndena, në 87-ën jam vendos definitivisht. Okej. Këtu. Okej. Qysh një ardhë atërë si sezonjeras? Jo, atërë kemi pas drejt, në më thënë në nivel të Jugosllavisë, me
pasaportën ose me indeksin e student, ka qenë një farë liri e lëvizjes. Më thënë s'kem pas nevoj viza, po nëse ke ardhë diku dhe ke pas një të afër në familje, unë kështu që kom ardhë në byllë të Friburgut, edhe atje ne kom pas një qik teze, që edhe sot i falenderoj për mikpritin që na kanë bo. Më thënë këtë formë kemi ardhë. Okej. Mirë shumë, vjen mirë. Une në kundërtën, jo me arë në Zvicër s'keni pas nevoj vis, une ku i më shku mas pari në 97-ën kom pas nevoj vis, më morë për Kosovë. Ka qenë apartedi për gjithën e. Interesanta. Sa the tu ka bo si arë në Zvicër? Më duke që nëse bëj matematikisht të diku 35-36 vjetë. 37, jo 37, nejse. Njërë një me dhonë. Sa të ka pëlqy Zvicra ku je ardhë atëherë? Shë qo, normal që... Ta shpilojmë ljop të meqme, pilojmë onësh. Normal. Shë qo, Zvicra është një vend që edhe nga ere kër e shetë duke që çdo gjë është e vendosnë. Sikur me kene kryume për gjithë mund, do më thënë një bukuri e maramense. Po kjo e me kohën e kom vërejt që njërës të bëjnë të në. Dhe më thënë këtë pamjet bukur që nga thonë, dhe më thonë njerëz kanë punu në drejtim të i respektu gjitha regullat edhe kartë. Normal që ka qenë për ne që faktikisht na që kemi qenë, unë e kam studiu e jashtë, Sarajevo ka qenë metropol. Pastaj vllaun e kam pasë në Beograd edhe ka qenë metropol. Më thonë na kemi bashkëpunu në Zveti. Një vlla tjetër e kam pasë në Novi Sad, atëherë ka studiu edhe jashtë. Kështu që na non-stop kemi qenë lëvizje. Kur kom marrë une shumë ma vogël se Sarajevo, ka qenë në Friburg ose Byllë ose në Neuchâtel, tani ku jam. Po, vijat, forma jetesës, të gjitha gjanat, dhe më thënë janë në top, që s'ka vrejtje, gjithë gjanë. Sa vjetë je kun në Sarajevo, të me thonë, sa qështë ka ra, sa vjetë ka ra pej si je dollë për Kosovë, je ardhë në Zvicër? Dhe më thonë, unë kam 83-ën, kanë qenë ushtarë një vjetë. 84-ën e kom baru dhe kam shku në studime. Në më të shkolla lartë tash 2 vjeç, unë i kom baru 2 vitet, edhe kom nejtë edhe pak ma shumë, 3 vjetë i kom po në Sarajevo, e pastaj komorë. Se 2 vjeta për arsye ti pëthue në Sarajevo, nuk është ndryshimi madhë për me ardhë këtu. Unë e ta shta me 2 vjetë, që që ka dokë ndryshimi pej Kosove. Këtu, po te pas ke pas, si një loj mësimit për kemi qenë në jashtë, se dhe furën, na kemi pas dhe një furën në Kroaci, kër kam qenë i ri. Kështu që kemi lëviz zakonisht, edhe nuk ka qenë diçka e jashtë zakonshme. Kur hu martunë, pse më thënë veç kemi dalë në prej Kosovës. Edhe pastaj në Kosovë nuk kemi konë keq. Unë e bia edhe, më thënë Prizreni kemi si krejt qender, gjimnazi kur kemi krejt pyet, më thënë Prizreni ka qenë edhe një vend që ka qenë shumë i joshës. Ti pëthue nuk e kemi pas keq, atë kanë rejna i herë me shku mu këthy. Me thonë, valla, po këthejnë, ama si s'ko kanë punë të keq, anashta ja ke njës me kryu familje vetë këtu. Normal që ka ndryshue, unë e kam thonë pas luftës, më thonë nëse lufta, më thonë 1 vjetë mëze pas luftës është një humbje. Po bënë 22 vjetë pas luftës edhe unë apet ngele këtu. Po pse është arsyeja? Arsyeja janë të shumëta. Njëna prej atyna që këtu e kemi kriju jetën, këtu e kemi kriju familjen. Unë e kom 4 djemë, edhe ata dhe më thonë janë linë këtu edhe për rritin këtu edhe për shkollona dhe kanë fillu edhe aktivitetet profesionale tani. Pastaj unë nga fillimet jam angazhue si aktivist në nivel të komunitetit po, edhe në nivel të komunës ku jam. Dhe më thonë nga natë të nona e përfaqësoj komunitetin në një zyre që quhet zyre për integrimet të ujve. Kam qenë delegati i komunitetit tonë deri tani. Dhe më thënë, ka pas shumë faktor që më kanë shty, ose më kanë, me thënë, një loje blokade momentale që s'ka mujtë më këtu në Kosovë. Po, gjithmonë në aktivitete që nga shku për të mirën ose krijimin e urave. Më thënë, kjo është e filozofia ime. Krijimi i urave, ose qitja e parat, kapacitetet ose intelektit që edhe i huje ka këtu, për një shoqëri që jemi. Pastaj, është edhe tjetra që më ka dhënë një forcë, gjithmonë në atë mendimin që ne duhet me trasu një rrugë, sigur prind tonë që ka trasu një rrugë për neve këtu kur kanë arë në vitet e 60-a, edhe na duhet me trasu diçka për që mi e lonë rinis. Edhe kjo ndoshta më ka shtyje që me qenë një aktivist,
gjithmonë në prapavi që ata që vinë mrapa me pas ma letë rrugën. Po, se qatë urat janë më rëndësi, edhe jo veç urat, po bazën me pas të mirë, se mos se pa që në bazën e fort, atën e mirë. Cilat janë kun anërat tua mas pari, ku jarë në Zvicër, cilat janë kun qa po dënë me bo me këtu si e orë qëtu, a me nëreq shpinë në Kosovë, a me ndërtu dishka tjetër, a mi unimu familjes, a shka janë kun ëndrat tua? Si çdo i ri ka qenë, ëndrat ka qenë me pa botën e me shiju botën. Me pa diçka tjetër jashtë asaj që na kanë ofru prin tonë. Edhe pastaj që të ndajmë rrit me një kulturë që duhet për më zhvilluar, duhet me bën ndryshime nga vetvetja. Dhe më thënë me ndryshu e vetën për me pas ndryshime diku tjetër. Dhe më thënë këtë formë na kanë eduku prind. Normal që kur ke marrë tune, barjerët kanë qenë të shumë loshme, se kërkesat kanë qenë të mëdhaja, kanë qenë situata në Kosovë nuk ka qenë e mirë. Kemi familja gjithmonë ka prit në dimes nga ne. Unë e kom pas një lehtësim që edhe në vllazënit e kom pas 2 vllazën tjerë këtu, kështu që ka herë më i voglin më mbyllshin sytë. E kështu që në ma shumë jam marrë pak me vetën, pastaj si sportist që kam qenë atjet në nivelin, dhe më thënë, profesional, e kom vazhdu këtu direkt. Unë si kom marrë në lashot fona, dhe më thënë, pej byllit, kur kom marrë, kam fillu me në një sportin. Dhe më thënë, kam lutë handball një kohë, me një shok që ka qenë edhe prej Kosovës. Faktikisht ta i kom marrë, mësë në shatë posë përmesti kom marrë tu, pastaj kam fillu e judën, edhe nga judo kem kalu, se kam qenë mundës profesional, kam qenë të na, e kam kalu në judo, prej judës kam kalu kickbox. Në 87-ën kam fillu kickbox, edhe prej atërë se kam dërpresni. Për që të tema, kemi të në qivak, se kam edhe dhe të pytje, falë si të ndërprejva fjallën. Kanë e kilon në shpi atër ku je konë ardhë? Kur kom marrë fillim, i kom lënë babën, në vllaznit, 4 vllaznit, se 3 kemi qenë këtu. Nona na ka vdek para se me kryu në më dhënu shtri, ka pas një aksident trenit para shpis, e kështu që unë e kam qenë shumë i lidhën me nonën, edhe ka qenë për mu diçka e para me humën e person. Sa vjet i ki pas? Këmë pas 17 vjetë. Sa o ku në ronë? Tepër. Të besaj. Shala, o shku në gjenet edhe jo ka rujt pe atje në eltit. Se fështirë si, mu pëmdo këtë edhe ma fështirë, ku t'jesh pak i rritën edhe kupton edhe ki pas ko me lidhë. është shumë interesante që edhe sot i 33 vite o bënën. Në gjithmonë mendjen time është që ajo është atje. Kur shkojmë para shtëpisë, shohim që nuk është edhe. Po. Është një farë ftofje pakës po. Pejtë e kalojmë. Po kemi probleme, dhe sot asë ditën kam probleme. Ta besoj, ta besoj. Kur kjarë në Zvicër, shka the pare, si shka ki pënu? Me shka je marë? Po, atje kam qenë laborant i miksis, por kam marrë tonë kam fillu me pënu në shatë fond si laborant në proshimi, dhe më thënë destilim. Niko. Okej. Pastaj, kur situata në Sarajev, se gjithë mund me mendim me u këthyve atje, dhe më thënë vitet në 90-ta vetëm kishë levizje të luftës atje, e faktikisht unë herën e fundit kam qenë Sarajev 2 javë para se mi fillu luftë. Kështu që se e kompani, unë përnësha të tësha si asistenta kam qenë si i përgdhelun i aty në profesorëve, se kam qenë dhe student, edhe njëtën kohë kam pas kontakte me profesorë, kështu që i shisha në atë kohë. Ka qenë shumë interesante, i thësha dekanit fakultetit ka qenë një boshnjak, një musliman ka qenë, edhe i thësha që në katedrat e profesorëve që janë me origjinë serbe, ka në mitralozë. Janë të armatosën, e ata më thësha në atë kohë, ju shqiptarët mendonin vetëm për luftë. I thësha marë, vetëm tanki për më ngonë me në katit. Kështu që kur kom marrë tu e kom telefonu mas 2 javë, i kom thënë, qëndrojt e atë që të thonë, qysh e ke ditë, është pa u shike. Edhe më thënë, prej atëherit ma, nuk kam qenë, Sarajevo asë njësë kam shkuhë, dhe më thënë, qësa vjetë, edhe pas luftës të një. Po këthejmë edhe i herë kur jardë atëherë, qësh je marrë vesh, se s'ma mërmenja si këti gjuhën, atë frangjishtë në duft me ditë. Po, ti kemi pas në një shansë, se gjenerata ime në shkollë fillore kemi pas frangjishtë si gjutë huj.
Shkollë të mesme kemi pas frëngjishtën edhe në fakultet ka qenë frëngjisht. Kështu që une, na kemi ditë me thonë tavolina, muri, po me kriju folje, ka qenë pak ma azor. Po nuk më ka vytë shumë kohë me punu, mëse në edhe gjithdo herë kër kom kry punë, kom marrë fjallorën, jam interesue, me në ditës edhe me njerë që kom pasafar aty, si të më zvistran që kanë qenë patroni jam, që asin e gjithmonë e kam pytë, që dhe më thonë kjo, edhe kur shkosha në dhomë, e kom pas fjallorën frëngjisht Shqip, e kështu që e shiqosha, që dhe më thonë, edhe me në 2 muje, kom komuniku gati normal. Shqyqyr, laltë koftë, shpejt e pas ke pa mësu. Atë ka ndodhë nej mos marrëveshjen që ata 2 muj? Po. Ndikon nej shitora, nej... Ku me ditë? Që po di une? Jo, po ta tregoj një ka qenë shumë interesante. Kër kom fillu të bujkë që pënova, një lopo lënduë. Edhe të erdhe mjeku që është një infektim kam. Edhe mas 2 jave, unë i thasha, a më duhet me lëshua dhe ato, a i tha jo, e unë nuk e kuptoha mirë e lëshova. Edhe a i ma tha një shprejfe pinjuf. Pinjuf, unë nuk e kam di që është. Edhe shumë afer e morë, se në të formën që më tha, më duk shumë vulgare. Edhe një i vetën keqë edhe u bëna nërvozë edhe barëm gati e sulmova. E një persona unë ashish, më thëke që nuk është për gjoke se ka thonë. Unë gjitha në dhëmë ta me mora fjallorin, nuk e gjek unë fjallin pinjuf. Edhe unë i thash, po, fort larë pas ka shku. Imaginoj, jam këthynë Sarajevën, më thonë manqatën, kohën tjetër, e kam pyet një shoqe që ka studiu frëngjishtën, edhe për i thëmë, që ka të më thonë fjallë pinjuf, e ja nisi me kesh. Thash, më suqesh ti se njëre jem kënë të i martur fizikisht, nëse? Tha, po, pinjuf dhe më thonë i pakujdeshëm. Po, më thonë, kjo ka qenë një histori që të mund gilët. Unë se kom në i këtë fjallëkor, vesh po do këtë sikur mi zvoglu i pakujdeshëm. Në fjallë, i pakujdeshëm. I pakujdeshëm, më kujdes për lopë të meshme. Jo. Më thonë, unë e bëna një gjithë se ishte pakujdeshëm, pra da ishte shumë normale për to, po për mua ishte katastrofike se nuk e kuptova as pak që dhe më thonë, edhe mora shumë o për zemrës. Po, normal. Kjo ka qenë njëna prej... Kalcona një tishka një ngjarje interesante për fëminin tonë, si e ki kalua, si e mon mena. Po, ka qenë vitet e 81, kur kanë qenë demonstratet. Edhe, ne si 3, kam qenë vitin e 2 në gjimnaz, e mërshëm, më thonë, me shushim parola në për rrugë. Edhe në fshatë e patëm shku parollat në kulëm të shkollës, edhe në rrugë, Kosova Republik, e atëherë u dashtë mu largue ja 2 javë me shok që i kishim, mos më arë në shpi, se nga kërkojshëm. Edhe në atë kohë, nona ime i shgjallë, Sulman Krasniqin e ka të zake kemë në shkrimtarin që është Shqipni. Sulman Krasniqin është largue prej Jugoslavisë, të më thonë prej Kosovës atëre, në kohën Arankovicit që e ka njeka, ka kalun Shqipni dhe ka fillu aktivitetet. Edhe kur unë të 2 javës që më lemru, nona gjithmonë të mendu që djallim ka ikë Shqipni dhe mos muna me po, se situata që ka qenë. E kur jam këthy mas 2 javë, këm kam pytë qka ke bue ku e ka, një kam të regue, përsa to jam tut më arë të shpia që mos me nëzërë të lasha dhe juve kemi flajt në fush dikum. E kjo ka qenë diçka që si 3 atëre, si 3 që kemi qenë gjithmonë anti-regjim. Se kalon gjithkush këtë ngjarje. Ti the 30 vjetë janë bu, sa je integrum këtu në Zvicër? Sa ta mërmenja? Si që, unë e tani edhe kam diplomue, dhe kam ba një shkollë, si të me një breve federal ose diplom federale për specialist në migrim. Edhe zakonisht e trajtojmë këtë qeshtje në më dhe gjatë gjithë kohës. Sa jam unë integrum edhe sa integrum të tjertë dhe cilat janë në qëfar formë unë muj me thonë dikujt ti e integrum. Dhe me thonë, nuk e di që ka dhe me thonë integrimi tani për tani. Po flasë për vetën, nuk e di që ka dhe me thonë me qenë integrum. Flasë gjuhën, gjithmonë kam punu, asë njerë s'kam qenë i papun, asë njerë s'kam po probleme me, edhe një angazhum gjitha nivellet kantonit, po edhe me komunitetin. Dhe me thonë, e imja
ose unë mendoj që ajo me integrum, ma shumë unë me gjiku tjertë, po në prizmën time, mendoj që nuk ka asnjë domethënie sot për mu integrimi, fjala integrim, se nuk e di çka do me thonë ma shumë, se sa këto që e kemi bo integrimi. Po, gjithmonë, të e pa, më thonë, kur rrim edhe me si tjetë në shojnë, normal që neve duhet gjithmonë me punu 2 herë, 3 herë ma shumë, për me ardhë një barazim, edhe këtë barazimi është jo gjithmonë i arritun, po, në këtë formë, edhe në këtë formë unë punoj me thmit mjë dhe me gjënat të reqe, që na duhet gjithmonë me punu 2-3 herë ma shumë në për shkolla, ku do qofshë, për me qenë një farë barazimi, që ka asë një herë së muna me bëhet barazim. Edhe kjo nuk më lodhë fort. Pse nuk më lodhë? Se gjithmonë nisëm nga jo, se po që se unë ti isha të na, edhe një Zvicran, ose dikush tjetër, vinte të unë, si unë do të trajtoja. Edhe kur e bëj këtone, i jap vetit pak më bjen fladë, edhe edhe kështu që e lo me uj me hec. Po, ta mund puna mirë kije. Shoqni ki këtu në Zvicër? A takuash me ta? Po. Më thënë shoqni, unë thash edhe gjatë aktivitetit mija nga natë nëna tek ne jam kryetari komunitetit shqiptar. Shoqnin e kemi, na ka imponua edhe koha, edhe situata, po edhe kur je jashtë, është shumë interesantë mu taku me një njeri që në Kosovë, sigurisht s'kisha pas fatin mu taku as me ju, as me dikon tjetër. Po këtu, gërbetin nga ban ato, kështu që jemi bo bashkë, gjithmonë në për situatat caktume, edhe normal që kemi lidhë dhe misi. Dhe më thënë, kjo është në anën e njerëzve tonë, po në anën tjetër unë ka miqë Zvicran, që në aktivitet të mija i shohë takohem regullisht me ta, e kështu që për mua është gati normale. Ku jeton këtu në Zvicër edhe me kanë jeton bashkë? Po, këtu jetoj në qytezën Mara, ose Laten, të ashtë se është një bashkëdyzimi 3 komunave, bashkimi 3 komunave, se në Mara e pa një, e ta një quhet Laten, aty jetoj. Jetoj me shoqë. Ku është kjo? Kjo është në hymë në Nushatelit, kur vjen? Okej. Tu hynë në Nushatelit, ke qytezën e pare ke Mara, pastaj hynë në qytet në Nushatelit. Dhe më thonë, jemi si pjesë i lagje e Nushatelit. Po jemi komunë vete, jetoj me bashkëshortën, me shoqën tim, edhe 3 djemë të mi, se djali i madhë është, më thonë, është pavarësu, punon në, më thonë, është ushtarak profesional, e kështu që ka fillu jetën e vetë, e na të 4-5 tani jemi të shpia, e kemi një shpi, edhe jetojmë në harmoni. Vjen mirë. Cilat janë aktivitetet tua në komunën tonë? Po, në komunën ku jam, kjo është legislatura e të retë, që jam si këshilltar komunal. Kam qenë kryetari partisë socialiste për seksionit ku jam aty në komunë, 4 vite, 2 vite kam qenë në kryetar. Pastaj kam qenë kryetari kuvendit në nivel komunës, këtu zakonisht ndryshimet bëhen çdo vjet. Më thënë, një vjet e man një grup politik, pastaj grupe tjera, kështu që kam qenë në vit, më thënë, në legislaturën që shkoj në sektorin e parë, kam qenë kryetari kuvendit brenda një viti. Është një shansë i madh, ka qenë një shansë edhe një oportunitet për mu, që një shqiptar me qenë në nivel politik këtil. E kom një vetën mirë, kam mësu shumë, po gjithmonë ajo të rrit ajo ka ardhë vetëm me punë, dhe me thonë në kam punua, edhe kam qenë në aktiv gjithmonë edhe një ide, mësë me mbështetën e kom pas të plot prej grupit, partisë, po edhe kër është bo votimi në kuvend, ka qenë votim unanim, që e kam prit shumë mirë, që gjitha partit më kanë votu. Kjo ka qenë diçka që, dhe më thonë, ka ngell në personalitetin tim. Tani jam apet, dhe më thonë, edhe sot jam kuvend komunal, në faktikisht në, po, të mirë thash kuvend, jam si deputet normal, po, ka një ndryshim vogël se në vitin që shkoj, kam dhënë dorëheqje prej Partisë Socialiste, edhe kam formu një seksion 3, një parti e re që s'ka qenë komunën tonë, partia e Gjelbërt Liberale, Liberalit e Gjelbërt,
e kam pa vetën më mirë këtë parti faktikisht, pse se gjithmonë unë jam dikush që në jetën time gjithmonë kanë qenë pragmatik, edhe te socialistët pragmatizmi është pakës ma i kufizu, pse në ato regullat është një parti tradicionale, kështu që te liberalët e gjelbërt e një vetën mirë, kështu që kur kemi formua grupin, para zgjidhjeve, kam qenë pakës, e kam pas një lomsh në vete, se nuk e disha a do të kalojmë, a jo. Faktikisht, kur kalon për një grupacion tjetër, mundët edhe popull, edhe njerës që janë rreth me të dënu pakës, po, ka qenë diçka e mrekullueshme, kam qenë njëri prej më të votumëve në grupin tim, kështu që kemi kalu edhe sot e formojmë një grup parlamentar jemi 3, tani gjithmonë ka edhe grupe tjere që gjithmonë i joshin më në bashkan gjitë në grupë, shtu që tashtë në ka ardhë një kolegë që ka qenë në Partinë Liberale e ka thonë dorheqë, pra të vitë nuk ka bashkan gjitë ne, tani jemi bu 4, edhe i këmë thonë aty në kolegë që mrena 4 vite ka mundësi me qenë grupi mesëm në parlament, me numrin e njerëzve që do të në bashkan gjitën, se na jemi, në më thonë, jemi ma shumë, në më thonë, liberal, po jemi liberal qendrës. Po shijet si ki qef me luftu, me je në zajtë për që të senet, pas ka për shtat edhe si mirësh, janë njëse pak parë me kalcu edhe me sportin luftarak. Na treko pak si qysh është më konë ullheqës edhe qysh e kjena një vetën kur ka pas sukses klubi? Po që ka shumë me folë për mua, nëse në gjithë më kur folim në vetën e parë, unë nuk kam qefë se kam gjithë më thonë ne, por në këtë rast po foli për vetën, kur kam ardhën e këtu po kam fillu me sportin. Edhe në 88-ën vetëm kam fillu me qenë si asistent në salën ku kam qenë. E pastaj në 90-ën kam qenë kampion i Zvicrës, do më thënë kam marrë titullin në full kontakt në atë kohë, kampion i Zvicrës, në kategorinë gjatë 2 kg. E kështu që pastaj gjithmonë kam fillu nga orat nacionale e internacionale, kam qenë ndërtrit që kemi pas sukses, gjithmonë mbështetjen që kemi pas edhe prej trenerit. E kështu që në 93-ën e kam formu klubin tim. E në 99-ën kam qenë, dhe më thënë, më kanë zgjas si treneri e ekipës nacionale e Zvicrës. E kam udhëheq ekipën e Zvicrës. Në judo? Në kickbox, në full kontakt. Në versionin jaksa, se ka disa versione, disa federata, e unë kam qenë, dhe më thënë, udhëheq, ose kam qenë treneri e ekipës nacionale e Zvicrës për disa vite, nga 99, deri edhe sodium faktikisht, po tani në sport, unë gjithë më kam thënë që duhet me lëshu vend tjerë. Edhe kam thënë, vendi është e lirë, kështu që tani edhe i kom për do vjetë, kështu që po merën me salën time, po merën me thmine mi, po merën me aktivitetet që i kam, po gjithmonë japë kurse, dhe më thënë për shdo ditë kam ushtrime, në mramje, tani jemi tu zhvillu edhe koqin personal, dhe më thënë kjo është se tash një model i ri në forma qëfar një jetën cilën e kemi aktualisht, është bë një model, pak asë është një mod, të njerëzit kanë qef me pas një profesor veç për vete, e kjo është në zhvillim e sipër, kështu që jam të punua ka drejtim, punoj edhe në siguri personale, dhe më thonë kam disa kasketa, e kështu që... Pasketu li farë rogë qelën ti, halal të koftë, mirë shumë. Kush të ka shty me hije në qëtë sport? Shka o konë arsyja? Vlau im që tani është në shatel me mu, ne kam baru Akademinë Ushtarake në Beograd në atë kohë. Edhe ka qenë mundës si i parë shqiptar nivel Jugoslav në atë kohë. Edhe a i ka qenë idol jenë. Shka ka qenë? Idol. Po. Në më thonë, basta ti, kemi fillu edhe na kemi qenë mundës, pas të edhe unë kam qenë mundës, e ka qenë Beograd, unë ka qenë në Sarajev, lau tjetër ka qenë në Visat, kështu që kemi qenë mundës, po, edhe të nasë, edhe në Kosovë, me një maj, matë aktivitetet të mundjes në Dragash. Edhe na kemi marrë pjesë disa vita regullisht, tra laznit, si pelivana në atë kohë që në qushin, Dragash kemi marrë pjesë, kështu që... Qa i bjen kjo pelivana? Pelivana është mundës. Okej. Më rogë mërzu. Po. Shumë interesant. E mi e shumë, si me familje. Po, më thonë është një rrëdhoj. Si që shitoni bre Shqip?
mundje. Si trashëgimi. Trashëgimi, po. I ki planet me vazhdu tash në që drejtim hiq, mas korones, qofse kryet dikur, qësh i ki planet? A the kilon si krejt? Jo, as pak klubi është funksional, punojmë rregullisht, kam grupet, më thonë punoj tash në koqim personal gjatë ditës, nëse në një klient e kem edhe në bas takime që e kem. Ato me thonë se keni ndërprej heq? Sa mirë, sa mirë. Se kom ndërprej dhe se kom dërme me ndërprej deri sa mundem, deri sa shmeta në manë. Jo, unë po thamë për punë të koronës. Jo, ka qenë vitin që shkoj, e kemi pas një ndërprejmje, po tani kemi fillu. Dhe më thonë, kemi fillu para pushimeve, kur Këshilli Federal në dha dritën e gjelë, mërë fillim kemi me grupet të dvogla, nga 4 vetë, 5, edhe tani është pak ma lirë, e kështu që normal, barëm tani kanë qenë pushimet, unë i kom dhënë 2 javë, i kom dhënë pushimet kur kam qenë atje, edhe nesër është e hane, e nesër fillojmë ushtrimet, vjeqova një mesazh që i tash, nesër për ditë një kimonet pastra, dhe kështu që e nisim. Dishka jo për integrim, që shkje kalu në pushim? Mirë. Ki mujtë me pushu? Shqo, unë jam ndoshta pak special për tjerë, unë këshkajtje kam qenë vesh shpi më najtë. Se këtu lodhë, atë shumë që këshkajtje kam qenë vetëm moshtrinë balkona, mi prit familjes, njerës të mi, mu pa dhe mu shmalë me ta. Nuk kam dalë shumë, kam shku 3 ditë në deti, vetëm për hatër të thmive dhe qëqës, se për ndryshe të shakon vetë veç aty kësha najtë. Më është një pushim psikisht, edhe kështu që rrimi njerës të mi, qmalëm me të kalumen. Ashtë i me vlozën e kemi bo, unë jem maj vogli, po në moshën 5-7 vjeqare, ku të rrim bashkë, gjithmonë folim për rinin të onë, qa kemi bo, e kjo është në knasia që e kemi. Ki kalzu si ti merësh edhe me politikën Zvicër, qësh je hije në qatë dekë, në qatë drejtim, qësh kusht shtynja? Po, në Shatel është specifike, ose kantoni që është ndër kantonët ma liberal për integrimin e të hujve, është që 1996 në Shatel është formu një biro për integrimin e të hujve. Edhe në të biro është një loj mini parlamenti që uët ashtu, ku gjitha zyrët që u dheqin, ose gjitha nivellet e shtetit janë përfatësum aty. E kështu që në të përfatësim janë edhe komunitetet e huja e kanë gatë 1 ose 2 delegat në të mini parlament. Ose për ndrysha i quhet një komision konsultativ, në më thonë një komision konsultus i shefit shtetit për integrimin e të hujve në përgjësi. Po unë normal, kam pas shansën me zametsu kolegët e mi që kanë qenë bashkëbënës të mi për para, nga nota nona, në më thonë kam qenë, në më thonë e kam delegat. Kur jemi aty, faktikisht aty veç jemi politikë. Edhe gjithmonë, unë e kom brot interesat e njerëzve të mi, problemet që ne kemi pas i kom qua aty, edhe në aty kemi pas mundësia, ka qenë shumë e mirë, se afer për shumë kom pas udhëheqësin ose shefin e zyrës me policisë për punë të jashtme. E na zakonisht kemi pas njerëz të tonë kanë pas probleme me viza, me rregullimin e dokumentacioneve, kështu që ka qenë për mua shumë e lehtë me komuniku direkt me personin, që e kemi këtë problem, na se kom pas dosjet ja kom dhënë, edhe pse ka shkuar, domethënë atë formën normale, to e respektuj arshin, po kur e ke njëri në afër, ka qenë shumë më lehtë me avansu. Kështu që kemi pas suksese. Edhe gjithmonë kam qenë, barëm shpesh më thonë ata, ti ka herë në politikë po vepron si në sport e luftarak. Unë e dhjetë dhavulinës me mshu kur duhet me kërku diçka. Edhe më thonë jam i palevishëm në ato që ka kërkoj. Edhe ndoshta kjo, pastaj, e ka shti një politikan vjetër që si quhet si baba i politikës në Shatel, edhe ka qenë faktikisht ka qenë njëni prej atyne themeluese kësaj zyrës, një ideator, edhe një ditë më tha, se me atë mund më thrasin Beni këtu, shkurt. Edhe më tha, Beni tha, du me bisedu me ty diçka. Tha, urnoj, tash jam, tha, po të shoh, tha, si po sillesh, tha, vetëm tha, du me ta një shembull, tha, qysh funksionon politika këtu në Zvicër. Tha, imagjino, tha, këtu, kur e bëjmë atë djathën, ose supën popullore që e bëjmë, për gjithë njerëzit. Edhe ka 2 njerëz edhe e lëvizën atë garushën që thëmë në, për me përzi supën. Edhe në momentin që jemi të lëviz, dhe më thënë edhe ujë fillon me lëviz, e ti e ndërprejnë edhe këthenon e kundërt, një pjesë e ujë derdhët. E tha ti, tha je ajë, tha që po derdhësh për momentin. Tha se ti, tha je njëri drejt,
Po tha duhet me pakës, më mësu pakës me hile, me ardë deri aty ku bëdon ti. Po tha unë po e shu, tha ti kush je. Edhe ky shemull shumë më hynin punë. Edhe nga ky, fillova me kuptu pak më ndryshe atë dredhit në diplomasi, që me ardë deri te qëllimi çfarë kom dasht, po me një rrugë pak më ndryshme, më të butë, jo në ato në sigurun si sport luftarok, që gjithmonë në atë formën e prejmë. E kështu që aty fillova edhe a ishë në Parti Socialista atë kohë, në bisede sipër u afrova me to, edhe kështu që më hynim, prezentojtin parti dhe fillova, dhe më thonë, dikun 2000, në 99 faktikisht kam fillu jam kandidatar i Partisë Socialiste, deri para një vjetë. E tani gjithmonë me një parti tjetër, qka faktikisht unë gjithmonë ngeli besnike mendimeve të mija dhe asaj që du me shku. Kështu që e kam një mbështetje edhe një vetën mirë. Shqyqër, mirë. Nuk mirësh, lesi mirësh me tana qëtuse, tana dyrë cilë pas ke qilë për vjeti, po mirësh edhe me shkollë Shqipe këtu në Zvicër. Sa janë fëmijat knoqën në shkollat Shqipe këtu? Po, në 2000, pas marimit luftës, se shkollat Shqipe në nëshatër ka funksionu nga vitet të 93-ën, pastaj ka pas ndërpremje, vazhdim. Në 2001-ën, unë e kom hapë shkollën Shqipe në Shatel, edhe nga atëherë së ndërprejes në herë. E tani, aktualisht, në Shatel si qytet, nuk kemi klasë Shqipe, është një mos interesimi prindve, po e kemi një klasë të vogël në Lashot Fond, edhe në një qytet tjetër në Valle Traver, edhe atje kemi një klasë që i ka diku 13 nëzans. Unë e përfaqësoj shkollën Shqipe në vetë lapshit të nacional që kemi këtu. Më thonë një delegat. Mundona maksimumin me bo, mi bin njërës që fëmija është mirë me shumë shkollën Shqipe, ajo ja mundëson integrimin më të mirë, mëse nëna është një përparsi kur një fëmijë i flet disa gjuhë. E kur ti e flet gjuhën tonë, shumë më letë e kemi mësu një gjuhë dytë. Kur e mëson dytën, shumë më letë e kemi mësu një tretën. Shumë e vërtet. Kështu edhe profesionist të drejtimit e flasin, edhe pedagog, edhe psikopedagog gjithë, po naj të kemi pak nuk e di unë, unë i kuptoj njërës nga njëherë, pse e shojnë që është si penges. Se shpesh të një vëllaj, po i pengon në shkolla normale, që ka për mu nuk pinë uj, po unë e di që është probleme aj, se nuk donë me prunë, se edhe thmija, faktikisht, gjithmonë unë nisa nga vetë vetja. Unë e kom pas 4 djemi kam, të gjithë kanë shku shkollë, edhe nuk i kom pytë fort. Shkolla është obligim edhe nuk të pytë kusht i merë qantën në shkollë. Pa një ti, a donë me vazhdu, a donë është problemi jotë, po jemi është që ti me shu edhe jo, fëmija, jo pëse unë nuk jam liberal me fëmijë, nuk bisedoj, po jënë disa regula që faktikisht nuk muna mi thy. Edhe unë jam në një prej atyni që fëmijëve të mi e kam obligue, edhe kanë shku me dëshirë, e tjertë kërë ndëgjoj, jo vëllaj, mos s'pëdonë të me unë me zorë, s'muj me që thëmijën. Se cili e shenë prizmën e vetë, po janë njëm krismën masanena. Më thënë, kur shumica e njerëzve të në shkojnë në Kosovë, edhe thëmija nuk di me komuniku me familin e vetë, ma mërmena që shenin vetën në atë moment, se cili nga ata. E unë, ose dikush që kanë ardhë thëmija në shkollë, edhe kanë mësu, edhe janë ma komunikativ, edhe një tjetërin, edhe komunikojnë me tjertë, edhe pastaj në kuadrë shkollës na kemi formuar edhe grupin e vallëzimit, që ka qenë, dhe më thonë, diqka që për ne si prind, është një knasi kër e shetë miun, po edhe në tjetër, është një lavërdi për se cilin, se është një kulturë. Që ka të mëson kur nuk është vonë. Shisho, nëse flasim pak e se dhe një tjetër, unë kam përnua dhe si ndims infirmierin shpit plegjve. Edhe kur nuk e harroj një plak para vdekjes, mramjet tu për shëndetu në kërë e kryta punë, me thonë që e qimi nesër, po më thotë, tha Zotni Bajrami, tha inshallah, tha Zotni tha s'ma merë shpirtin më mëngjes, po në mramje dikur. Tha më pja poj, pse o Zotni më thu kështu? Tha po kam kohë, tha me mësu edhe një ditë, diqka që s'kam ditë, deri tanë, imaginu, për e ditë që i shafër vdekjes. Kur unë mendoj, edhe e shoh qka aj, për mu ka qenë një fakultet. Kjo fjallë, edhe gjithmonë i thonë tjerve, mësoni, gjithdo gjo që mësoni nuk është e tepërt. Që ka mësoni vetëm që ka të avanson njët, që t'i hapë dyrë. Edhe ku ka kun fjallë madhe, se shumica thojnë,
t'i pojnë 50-60 vjetë, thonë, a valla unë e s'muj, se nuk muj mëson atash, nuk muj. Po, për ditë mëson t'i shka. Unë në vitin që shkoj e mbarova këtë studimin, breve federale dhe këmë thonë atë, e ditë që nuk më hynë punë hiqë. Po vetëm me të regu edhe fëmijëve të mi që nuk është vonë kur me bërë diqka. Ta mon puna. Kjo është. Do me thonë, ka vesh të mira, jo le mo për integrim, për me mësu Shqipen, po thomë fëmija. Edhe në jam konë që të mendojmë të nahiret. Fëmija mi mos me harru Shqipen, kurse e din besi në Shqiptar shkojnë atje, mirën vesh me qapë dhjën e gjyshin e agjen e halën e me gjithë kanë. Po, ti the pare, mos interesimit sot të prindve. E që shokuna, a ka ndryshue interesimi prindve? A ka ndryshu pej që 30 vjetë të i qëtash? Sigurisht. Na hece me botën, ha? Edhe ndryshimet janë prekse. Për para e kanë që fëmin, faktikisht në fillimet s'ka pas, familjet janë kanë qenë shumë pakta. Po kur fillojnë situata në Kosovë që nuk ishe e mirë, njërës ne kishin në të vlugun atë interesin një lloj nacionalizmi, për me mësue, me qenë shkollë, gjithë aktivitetet e shoqatat, klubet e futbollit, kanë qenë, në më thënë, një farë vlugu, kur filloj lufta, interesi ish për me ndihmu vendin, në më thënë, gjitha, gjdo aktivitet që na kemë pas, ka qenë ona patriotike, me poezi, me nëzi, atë afrimin me vendin, mos me harru. Pas luftës, njërës, une, ndoshta dhe mi shamo për me lidh, në fakultetin në Shatelit, deri në 2004-ën, ka pas shumë pak të ri shqiptar që kanë studiu. Edhe në aktivitetet e mia asociative, më kanë pyet zakonisht visan, pse nuk ka shqiptar që studiojnë shumë. Nga 2004-ta, tani e kemi edhe shoqatën e studentëve shqiptarë në Shatelit. Dhe më thonë, ka aqë 3 fëmijë tanë që studiojnë, e faktikisht nga 2004-ta unë e kam thënë që është bëni këthejs të shqiptarët, këtu që jem. Dhe më thonë, kemi rindërtu vendin mas luftës, e kemi ndihmu familjet, edhe në 2004 kemi fillu më marrë me vetë vetën pakës, që ka është pozitive. Kemi fillu me pa vetën edhe sot, rezultati mas 2000, dhe më thonë nga 2004 në 2021, kemi shumë shqiptar afarist, kemi 3 tonë në gjitha nivellet, po flasë për kantonin tem që ma kompetent, i kemi gjitha nivellet, në gjdo biro ku shkosh e ki dikon që unë e të shqip, shkon në spital kemi mek shqiptar, shkon në birot komunale, i ke 3 shqiptar që punojnë, shkon në avokaturi, kemi njërës të tonë, dhe më thonë në gjitha nivellet, kjo është nësi, faktikisht kjo është e këthesa. Tani, mungesa e vazhdimit shkollës shqipe është, nga njëherë unë thamë, është një vullnet i mangët, është në nënë tjetër, se në shqiptar gjithmonë merremi me personin, nuk merremi me çështjen, po merremi me rutin, i thëmë, është kjo jo, nuk e qoj unë, dhe më thënë, na e vlerësojmë njërës në këtë, kjo është ajo që na duhet me ndryshu, unë e kam thënë, institutin duhet me po, pastaj kush punon, është i mirësardhën, nuk jemi të kënaqur me to, e bëjmë kërkesën për dikon tjetër, po na duhet me vazhdu, ciklis duhet më ndërprej. E të na është e kundërta, e ndërprejmë ciklin pëse merremi me personin, nuk merremi me veprën e personit. Kjo është nuk i shëm, e këtu më duket që na shqiptarët e kemë këtë problem, që ndoshta me kohën ka me kalu, po nuk e di për momentin jemi këtu ku jemi. Do me thonë, ka ra interesimi prindve. Ka ra interesimi i fëmijëve edhe i prindve. Edhe i fëmijëve? Po. Fëmija normal të nëse nuk ja kurzon, a e vendos vetë. Edhe sot, që unë e punojnë... Po nejse e vendos vetë, po, kur ja fillon 7-8 vjetë shkollës, aty vendos fëmija vetë, pa shkollë shkollë Shqipe? Pa shkollë Shqipe, po. A tjetër jo. Na shumë jetë dëbut me tjetërën, në më dhëna tjetërën shumë shpejt e pranojmë. Na kem problem me pranu vetë vetën. Nuk e di sa... Mobre, më zileja një me vendosë vetë me 7-8 vjetë, tani për shkollë Shqipe. U sot, nejse, fëmija vendosin nashta për arsye se është shkolla Shqipe është mërkurën edhe të shtunën. A, vëlla, së përdu, sa, që dita lirë. Kemi shkudiku dhe normal që prindë disa... Unë tash, do të me qeni për pikt si prindë, unë bëfolli si prindë. Fëmija jam normal që ka pas të mërkurën mas dite, janë zakonisht shkollat
ku jem atje janë në pushim, edhe ose bëhen gjithmonë ato takimet me shok, festat e ditëlindjet e i bëjnë ditë, unë i kam thënë fëmijë, nëse ju thirr dikush ti thuj po vi masi ta kryj shkollën. E kështu që u kon shumë pse italianët i çojnë fëmijë në shkollë? Pse portugalët i çojnë? Pse turqit i çojnë? Pse i çojnë? Imagjinoni e kemi në Shatel shkollat, gjitha shkollat e huaja kanë një zyre ku bëhet pranimi i shkollave të ndryshme, i gjuhëve. Vetëm na kemi qenë, edhe pse jemi në numër caktuar shqiptarëve, nuk kemi qenë të pranuar, nuk kemi qenë gjithmonë si vëzhgues. Unë gjithmonë kam tentuar edhe tash ja kemi arritur qëllimin me bëu oficiale gjuhën shqipe në nivel të shkollave. A thue që kjo mos interesimit? A është një farnisje e rrugtimit për asimilim? Është njëna prej tyne, unë e them, është. Se na ishem, shisho, unë e kam edhe një rol tjetër, jam si ndërmjetësues për të rinjt prej moshës, dhe më thënë, për të rinjt që kanë probleme socio-profesionale. Edhe aty i shoh edhe njerëzit tonë, dhe më thënë, nuk merren vetëm shqiptarët, po me gjitha nacionalitetet, o edhe qytetarët e kantonit që janë aty. Asimilimi të gjithë është i prekshëm pakës. Po në anën tjetër, mundohemi se cila familje në atë formën e vetë me rujt atë gjuhën të shtëpia bëra me folë, ose gjysa. Ne kemi ka herë shumë problem kësaj. Ata persona që kanë kohë që janë këtu, shumë më lehtë folin edhe më mirë gjuhën shqipe se sa ata persona që vinë rishtas. Sa ata nuk dinë as frëngjisht. Interesant, a? As nuk dinë, më thonë e përzin me shqipës frëngjishtës, edhe ka një herë diç më duket pakës po, ajo është secili e ka atë botën e vet. Mirë është me folë dy gjuhësi se kur e njeh një gjuhë, shumë më lehtë kemi me njoft tjetër. E kur e njeh dy tani shumë më lehtë i thashë më herët me bot tretën. E faktikisht unë dështa me lidhë dhe njerëz imagjinoti na shkojmë në Amerikë për me krye e mësua anglishtën. Kur këtu ose shkojmë me një fakultet e shkencave të albanologjisë, kur ke mundësi me mësu një gjuhë s'të më thonë që do të bëhesh albanolog, ose frankolog, shka vëdinë, po, pe mëson një gjuhë që është e mirë. Herë do kur do ka më të vytë. Fardu qofta jo, me folë arabishtën është mirë, me folë kinezishtën sot është mirë, sa është do është një model. Arabishtën shumë kom qefë bile me ditu. Më thonë kjo është, i kemi gjitha parametrat edhe nuk e marrim, dhe më thonë kjo është pak që mua mbrejnë kjo, mbrejnë për gjeneratat e dyta, edhe faktikisht gjeneratat e treta të një zotë i di qka bëhet, po më mërmendja që me kohën, ose tashtina se këthejmi në të kalumen, në historinë nëse marrë Marbresht, imagjinote ma 600 vjetë, ata po këthejen. Faktikisht asimilimi gjithmonë i ka ato disa perioda, po mësëndena kalohet edhe këthejet. Dhe më thënë njeri gjithmonë e tërhek diqka, në është një forës gravitacionit nga vetvetja, nga gjenet edhe kështu që është edhe na jemi pjesa asaj. Unë e kam qef mu shprej një herë të shikustë se unë Zvicrane jam me origjine me krejt. Unë dy qika i kam edhe shqiptare, edhe nashta me thonë mas pari shqiptare, se jetoj në Zvicër, unë për veti kur s'këm pas qef, edhe më kanë dosë munda për i babës fëmive, edhe kur nuk kom pas qef fëmija mi me harru Shqipen. Nashta s'kom fol me ta, po më kanë nëj për ditë të fol Shqip. Ajo ju një mon mus mi harruë, nuk bon për mi harruë, ngam një shkolla Shqipe, ku do të që është që në fëmin. Mus i nga një të nahiret fëmin, se ka njëherë duhet, që tu si me kalu rrugën, fëmija me konë një vogël, a duhesh me ja kap dorën, po duhesh, aty duhesh me konë autoriter. E që kjo punë mu më doket si është ka arsye shumë me konë autoriter si prind. Me pas konsekvencat me pa, hej, qyre, qovë si shkan, që kjo buhet. Dhe me thona historia e telit të lopt, është të qëndrushme. Se as lopt në Zvicër as buhen vetë meshme, tërt, struja që aty hajtë. Pilojmë që të temat krejt edhe kalzom një dit e një mërgjimtarit, një dit, një javë, një muj, qësh është? Mendoj unë, në më thënë kjo është me një personal. Normal. Në më thënë, une po lidhë me një shemë kështu që ilustroj. Isha në Kosovë mas luftës, edhe fillu me rrugullu shpinë, edhe një djali agjas është architekt.
Tha, du me të pyet diçka. Tha, shurno, tha, pse ta tjetër kur vjeta në Kosovë, tha, e kemi një bindje që kur se kon jashtë. Më thënë, nuk, i thash, po mamet, unë e kam gjetë vetën, i thash. Tha, si e ke gjetë vetën, i thash, po ta ilustrojmë një shembull. Thash, unë e kam një djalë tagje që jemi bashkë në Zvicër, ai punon në mëngjes sikur unë. Qohet në 6, e kryen ora 6 mbrëmje, 7, këtë botë ora 8 i vesh pijamat edhe flan. I thash, unë i thash, kur e kryj punën sikur ai, si ta asin, ose e marr çantën shkoj në sat, ose shkoj me një aktivitet kulturor, ose shkoj me një aktivitet politik, kështu që unë e kam gjetë vetën atje. Edhe nuk më pengon kjo heq. E kjo është një ditë e zakonshme e një mërgjimtari si unë. Po, kemi mërgjimtar tjerë që e bëjnë ata që thash. Shkon punë, vjen të shtëpia, rrin me familje ose del me shokë pi një kafe sa me bëni ndamje. Edhe të vazhdojnë një jetën normale, ku shkon ata atje, ata janë më shumë të ekspozuar se sa personat sikur unë ose si një tjetër që është si unë. Pse unë kam nevojë ku shkoj atje me pushu edhe më veç me njerëz të mi. Edhe kështu që edhe më ndëgjua edhe nuk marr pozitë asnjëherë. Kur folin edhe për politikë, edhe pse unë jam të politikë unë, veç na sën pyesin e jap një mendim, por ndryshe i ngoj edhe them jeta ju vazhdon. Unë e kam formën e jetës time edhe mendimi im është ky, nuk do më u përziu në hiç. Na sën pyetni ka mundësi më dhoni përgjigje, por ndryshe vetëm qeshëm, bëj hajgare, folim të kalumën, domethënë kjo është ajo. Edhe këtu, faktikisht dita ime si mërgjimtar është kjo. Aktivitetet të rregullta, rri me fëmijë plot, edhe me gruan, dalim kur kem nevojë në familje, i kem njerëz të familjes tonë bërëm, e kemi bërë tash si rregull, e kam vëllaun edhe 2 kushërinj këtu që e kem, çdo dile prej orës 11 deri në 12:30 dalim me pimi një kafe, vetëm unë i tratoj nganjëherë si me aktivitetet që kam, ata shkojnë rregullisht, e kështu që kjo është ajo që e marr me falidit mësëmena, me komunitetin, me shokët normal shihemi, kur kemi aktivitete zakonisht i bëjmë, po mësëmena kam nevojë edhe pakës një lloj pedale me aqit vetit nganjëherë me thonë një stop se shnajta është mbi gjitha. Këshnicat. Nganjëherë duhet më mësu, unë nuk po di ala pe humbi kamën, nëse me prej kërshnis, pe prej këknena. Mos harrasi është edhe një e dorës. Po duhet, Steve, edhe mjekëm ka thënë, kote e funit, tha, mësoj pakës tha me qua, tha, pedalën, pakës tha, jo gjithë me, tha, se vitet po shkojnë, edhe unë gjithmonë mendje kam që i kam, jam i ri, po normal, po e shoh, kur pe kriju ushtrimit mbrëmje, kur shkoj shpi, po kam dhim, thëm shoqës, pse jam i një rrasapitën, e se dhe djemë të ushtrojnë me mu, thë në babi, po ti s'po di munale atje, për ti tash e ki po 57 vjetë, nuk jemo 20 vjetë si kur ke qenë dikur. E kjo është e. Më thënë, këto e në ato forma e një mërgjimtari si unë që e kalëm ditën. Po ato tjertë. Ashtë i shqyqërzote që e kemi bo se cili për vete, dhe më thënë, nuk është në loj egoizme s'po flasë, po e kemi regullu jetën se cili ma mirë se tjetri, kemi nevoj me pushu, mu knaq me ato që e kemi, mu taku me një shok me pi një kave, me ndru një laf, edhe situatën politike në Kosovë e ljalojmë aty në atje, na jemi këtu si spektatorë që na pengojnë shumë gjanët ka njerë, po është e pa mundës me bë ndryshimet, kërkesat, do është edhe pe atje që janë edhe pe neve janë, po unë personalisht muj me dhomë vetëm një këshill, si shkon këtu, se politika është e njëjtë si këtu ku do qoftë në gjitha vendet të botës, vetëm forma që është duna me arë deri të rezultati, ndryshon pakës. E unë këte muj me dhomë si këshill. Kallëzëm edhe dishka atë mungon vendlindja hala. Se në fillim të mungon hala. Si shumë, normal. Guri rëmë për shumë vend vetë. Normal, në kër shkoj shpi, e kom knasin, kër e shoh që e kemi regullu se ne kemi pas shpita para luftës, po janë djekë komplet, tani kemi rindërtu edhe më të mira. Për shkat mërë mali mas shumë ti? Për njerës të mi edhe vendet. Edhe shok normal, kur kam kohë mi taku. Ta është edhe rjetët sociale nga kanë mundësua me u taku. Që më tënë? Tani edhe jeta faktikisht ndryshimet e jetës nga kanë imponua, tani e kemi fëmija mi për rritën, familjet për zgjanohen. Gjdo gja e ka marrë një kahje tjetër që ndoshta është edhe kundër asaj që na kemi mendu, po duhet më pajtu me realitetin, kjo është ajo realiteti. Edhe njeri duhet gjithmonë me u përshtat asaj, që me vazhduhe një jetë normale. Por, ki thonë, në fillim ku je ardhë,
ki mendu mu këthyje dhe je këthy në fillim, që tash, bare për me në i ki 57 vjetë, do me thonë edhe pak vjetë i pensionin e pret. A ki nërmen mu këthy? Kjo pyetje në ashtrohet zakonisht, dhe gjithë mos e cili ashtrojnë vetës që ka me bo. Po e vrejt e kolegë tjerë, se shumë më letë është kur e kini mas. E në atashtë i kemi sa dush masa, se gjeneratat para me, ose që kanë qenë gjeneratat në të mija, po që kanë qenë më të vjetër, janë penzion, shkojnë atje, rrinë një kohë, këthejnë këtu, se i kanë thmit, i kanë nipat, i kanë gjithë. Unë e shohë vlaznit e mi, një vla që e kam syri, shkon rrinë ka një muj atje, po këthejet këtu nëse i ka, këtë familjen e ka këtu, atje knaqet. Po, tash edhe, tash shumë interesante, që edhe na ku shkojmë atje, dhe më thonë, faktikisht neve na trajtojnë, ose në përgjithësi trajtojmë si të huj, ju thatë më tjerë si shaci, tash na kanë dhënë një epitet tjetër, pak më të ramë, mendimin temë, që na ka dhënë ky i fundit, si kërna që s'ka përna qujnë, ajo është problemi ati, edhe nuk merë në farë me tonë, po normal që na prek, ku shkojmë atje, kemi vrejt që kur përbëjmë një muj, peshojmë që diçka nuk është në regull me një. Dhe më thonë, po na mungon jeta, pse kemi mësu një jetë këtu, që në është jemi dirigjun, gati robota, po jemi mësu me ta. E kur përshkojmë atje një muj, po knaqme, më mas një muj, po e vrejmë që diçka nuk është me neve mirë, e kështu që është ajo që është frikë për se cilin për neve, që dëshira është e madhe më këthy, po realiteti ka ndryshu komplet. Mëse nëna, është shumë interesant dhe ndoshta një debat që duhet mu hapë, që na kur shkojmë se cili për neve, mendojmë që imi gjithë qysh i kimi lonë atëherë. E edhe ata kanë evaluar me një, dhe më thënë, jetë aty në ka hecë, për 30 vjetë, si kur e jona këtu. E faktikisht në rrugët e tona kanë njës pakës me mundo. Bajgjo është e ranë për se cilin, edhe për ata, po dhe për neve, se shpesh me po qka u bo, pse këta njërës kur shkojmë na, veç ta bënë të unë gjatë jetë edhe këshirë punën e vetë. E dikur kemi najtë, kemi pikin i kafe, kemi më bo ma bet, ta shte e shishon jetën e vetë që ka normale, neve në duket jo normale. Po dhe ata, këtë njëtë në gjahë e kanë me neve, i duket që edhe na jemi jo normale, kur përvim, pse përja imponojmë një regull tjetër, kur na përshkojmë gjatë kohës. Që sheshe pranej, ti vetë si njëri, si person, që sheshe jetën e banorëve të Kosovës? Aktualisht? Po. Nuk është e rasishme që po bëshatisit Kosova. Me thënë, ka diçka mrena. Ta pleshtën po vlonë diçka, është një drejq diku mrena. Një drejq i madhë? Një drejq i madhë është. Me thënë, njërës dherisa po iken është munges perspektive. Me thënë, të rritë nuk kanë perspektive, edhe pse këtu kur vinë, mendojnë që edhe këtu nuk është e letë. Neve nuk ka vytë një gjenerat me shkue për me mu stabilizu dhe i diku të gjeneratët e dyta kanë ma letë. Dhe më thënë, unë e shonë në familjen time, këti gjithë janë largua. Kanë kry fakultetet, i kemi 2 mjekë që janë largua. Dhe më thënë, në të janë shkolluë, sa ka kushtu edhe shtetit, dhe personet unë po flasë gjithmonë për 20.000. Po janë largua se kanë qyrë një oportunitet me ofru thmive të vetë, një të nesëmër më të mirë. Mundësit, a janë mundësit, këso është e vogël, e ka një diasporë që mushme. Unë personalisht thëngësisoj, ata ndoshta e ka një bindje, ndoshta tash me kohën për ndryshojnë, ose pritët i shala mos po hapën edhe vizat, kështu që e shojnë që nuk është ajo që kemi ndru si kur une. Por për marë fillim ka thënë, ishe me një botë andrave, ta njëm me një botë kukullave, se këtu vetëm punë dhe punë. Faktikisht une, shpesh, kër i thoshe që e kam maru, thoshen, kajtë keni ardhë me fakulteta. Kemi ardhë, une e kom kryu shkollën, nuk e kom blenë migrosën e parë ose në kioskën e parë, diplomën. Po s'ka problem, më thënë me puni kemi të regu që me të vërtet, e kemi edhe një kapacitet. Edhe nuk kanë, do më thënë, na kanë hapë dyrt, kanë jarën me zorë, po pëse gjithmonë kemi qenë pare deres. E kjo është, do më thënë, forse, tash atje. Si e shohën, për zotën, tani e kam një bindje, aktualisht sot, me ndryshimet politike që o bënë mrana, është një farë drite, diku në fund tunelit, që ka një mundësi. Unë ndoshta du me ilustru me një shemë, është ajo historia e vejës ardë, voja ardë, kur pula, një kopshtari e bën një vojët ardë që o të gjenë, të nesit e merë dytën, e tretën dikure,
më thonë, vetë thot, po ti marrë krejt me një reni, se sun po e prejës për çdo ditë ka një pull, edhe shkon e prejnë pullën edhe me këshim me votë, dhe më thonë e humbë edhe votë e arta, edhe pullën, më thonë, qka ka fitu kur gjë, edhe na, sot une një shemull, do se një këshia kësha thonë, që mos me shkue me e mytë pullën për minë zerë votë krejt, i kësha thonë një këshilë dhe të aparatet shtetëror tani që e kemi, ministrisë, gjithë ato kryeministrisë e kryetarë shtetit, që mos me zhduk ato që ka qenë, po me punue edhe me marrë më të mirën për e saj, kështu që me vashtu. Faktikisht bota nuk fillon për sodit. Bota ka qenë edhe ma herët, na vetëm duhet me avansua në drejtim edhe të mirën me të marrë, me avansu, me qitë. Mundësit janë, kapacitetet i kajnë, gjdo gja është për vetëm. Po, një këshill edhe, shka kishe ndryshu ti me pa mujtë? Për mu bo më mirë, po. Atje? Atje, po. Qka unë e kisha... Ndoshta, e kam thonë edhe njerë ma herët, qita ta njerës që janë pozita, që kanë mundësi me bëni ndryshim, se të nënë në Kosovë është gjdo gjë është politik për fatkeq. Pse gjdo gjë është politik? Pse nuk ka punë, nuk ka ekonomi. Ata që punojnë janë dëvarën për një personit sikur me konë në kohën e po e marën të sklavërisë atje. Në më thënë, nësaj nuk e ndigjon patroni që e thotë, nesër ka mundësi me qenë pa punë ose në fund mujtë nuk jepë rrogën. Në më thënë, janë dëvarën për çdo gjaje. Nuk ka sistem ku respekton drejtat e punëtorit. Janë të punuën në drejtim, po nuk pushojnë për momentin. Nuk duhet me pritë që mranda natës më rregullu çdo gjë, duhet me dhonë kohë, po çka duhet na me bënë ndoshta, që e thash ato në fillim atë parullën që unë mua më jep gjithmonë forcë, fillon ndryshimin nga vetvetja për me ndryshu edhe shtetin. Ose çka unë bëna për shtetin që shteti me bë për mu, me marrat thonën e kryetarit Amerikës që e ka thonë atëherë. Në këtë formë na mendoj që njerëzit tonë duhet mos me prit, që kur vjen bora më ardh komuna më ta hek borën para shtëpisë tonë, po që hiqe vetë në Anzvisër tu e hekin vetë. Komuna na hek rrugën qendrore, por rrugë që i kemi anësore na vetë i hekim. E unë kur i ndigjoj atë kjo më çast nervozon, që normal që edhe pastaj thuhet ai shpreha qyshi edhe i ke punë. Edhe atje, kjo është një munges që njerëzit tonë duhet me kuptu. Do me thonë, mos prit. Mos prit, puno vetë. Bone vetë, parën, hapin e parë bone vetë, i dyti ka më ndimu. Se për mendim tonën, a duhet rinia Kosovës qësrysh me dal jashtë? Jo, mundësit janë enorme më avansu. Po, edhe unë qatë mendim e kom. U këthena, po në gjdo gjanë, në gjdo aspekt. Kosova është e vogël. Po e marim sportin. Kosova është pranuar në garët, në më thënë, si në federatat, po e marim futbolin, që është si një sport tradicional edhe që prek ma shumë tri. Shumë ma shumë ke perspektivë sot në Kosovë me qenë një lojtar edhe me lujt ku në për ligat botnore, se sa për shumë që të mi që sa vjetë këtune, edhe s'kanë mujtë me avansu. Më thënë, është një mundësi enorme për me avansu, dhe po avansojnë. Faktikisht e pa me lojnat olimpike, në më thënë gjuda e Kosovës arriti me 2 milion doljet arta, para 4 vjetë me linda isha e tjetra, faktikisht qartë shijet që gjdo gja ka mundësi, po vetëm hapi i parë duhet me qenë nga vetë vetja. Edhe kur ti ndryshon vetë vetën, automatikisht tjetëri ka më të pranu. Po na, do shta kom e ilustru edhe diska tjetër. Unë kam punu edhe si sekretar sindikal, në sindikat kam punu. Edhe, kër kam qenë Kosovëja, kom ilustru me një shambull. Nëse këtu një organizat nuk e respekton drejtat e punëtorit, punëtorit vinë edhe ankohen të na. Edhe na e marrem kontaktin me patronin ose përgjesin ose firmën edhe i të regojmë që këtë probleme keni edhe duhet me rrugën. Nëse nuk e gjëmë një gjutë për bashkët nuk avansojmë, që ka bëjmë, dalim për para edhe e marrem fletushkat vogla edhe i jepëm njerëzve që shkojnë të... Po e marrim shemull ka qenë shumë interesant një farmaci. Një farmaci që ka qenë disa farmacia dhe më thonë një person, ka pas disa filiale, edhe me një filial nuk e respektoj. Na kemi shku edhe atyne persone që vishen, ose klientave, dhe t'ja epshim një letër për mi tregu që patroni nuk për i respekton regullat, nuk për i trajton punëtor mirë, nuk për i jep rrogën në fund, edhe ata njerëz u habitën. Dhe më thonë, u habitën a thënë, po na vim gjithë më këtu punë, kur mos ka marrë të ky njerë me alon partë e mija, mos i s'pe respekton ky njerëz që po punojnë. E na, për shembull, ata e njohin punëtorin. E të na është e kundërta atje.
Atje për shembull, nëse dikush merret me punë të këqija, merret me fajde, është far kauboj, gangsterë që do thu, që merret me gjitha të këqijat që ata njerëz të thonë rrinë, thonë, hej, a din me konkonnajt, unë a dish kusho ky filon, ky e ka vrarë, këto e ka bërë. Domethënë na gjithmonë e përkrojmë të keqen. Edhe kur ti e përkroj të keqen, çka pret ti? E unë ja kam thonë ka shembull, ndërna ka shembull, si funksionon atje, pse atje unë muj me bot njëtën gjë, e këtu nuk e bëj. Po muj me bot edhe këtu. A mune me ndryshu sistemin, unë kam thonë, me një turist rëmbëllak në prezent, televizion prezentit, më pyti, tha, qka muna me ndryshu me sistemin, unë i thash nësë muna me bo si Zvicra, po muna me bo një pjesë si Zvicra. Muna. Vetëm, ligjet janë njëjta, vetëm duhet mi zbatu, edhe njerë që janë ofër duhet mi zbatu. Ta mon që të rejtime kam edhe një fjali për ty, edhe të kalësoj edhe kalësoj shka menon për këtë fjali. Nëse shteti funksionon atje, është fjala, atëherë atje kanë jetën e mirë krejt banorët. Po. Nëse respektojnë regullat, edhe njerëz që duhet mi zbatu regullat, i do më thënë, japin shembull, se shembulli duhet mu njës për vetë vetës. Nëse unë jam një udhëheqës, edhe unë nuk i respektoj regullat, ose makinën të heci, kur kamësori kalon, unë nuk e ndali, sa tje është rreziku, është sigur në Tirani, profesorit dhe këtë studentave, nëse ju pështoni prej makinave, ju do të kryeni fakultetin. është e njëjta gjë të në Kosovë. Une, tani kur isha, e ndërprema dhe e nëla makinën në zebra, a i tjetër e nëla në time se nali. Edhe kështu që personi, kur unë e nëla e kalon, e i dyti shkon drejt. Dhe më thonë, edhe ka mujt me qenë edhe një prej personave që i merën, dhe më thonë që punojnë, për me respektu, ose që i shtynë tjerë, a i vetë nuk e bonë. E qka prej tipit? Dhe më thënë, kjo është imazhi i se cilit person duhet me qenë këtë formë. Dhe më thënë, nëse shteti funksionon, gjithdo që funksionon. Unë jam shqiptar, i atjet këtu. Edhe nga këtu kur shkojmë jemi njëti. Dhe më thënë, se na te ke funit edhe psej, që sa vjetë jemi, e kemi nga delen pakës si kur ta tjetë, e kemi një damarë. Në më thënë, në momenti, jam një njëti si paratë. Dikush e ka matë madhe, dikush e ka pak më të rokë. Edhe muj me qenë, ndërisa unë po muj me respektu. Pse ajës po muj me respektu? Ose të njëtë në gjakur vjetë tu. Në më thënë, në këtë formë, unë e shoh ndryshimin. Ka mundësi. Do me thonë, duhet me ndryshu këtë fjali pak. Nëse shteti funksionan, do të me thonë, po shteti funksionan veç me popull edhe me politikan. Me politiken, me politikan, me politiken. Me ata që merë, që mendojnë që bëjnë politikë. Që ashtu pavarësisht. Belull, faleminderit shumë, si ishe sot në emision, besoj si kemi kalu mirë, që tu pi përfondojmë, se kishim mujt me folë gjithë një otën besoj, se interesant ke edhe për mu, kam mësu do sene, inshallah edhe ju shikust e kini mësu pak të shka, nëjse emisioni nuk është për ligjerata për me mësu, po mësën njeri edhe të nguë. Për fund, shka kishe porosit shikus të emisionit EPI edhe televizionit syri këtu në Zvicër? Po, është televizionit syri, është një faqe, një sy i hapt për komunitetin, edhe me komunitetin, po në anën tjetën është edhe tjetra që gjithmonë i qesim, dhe më thëmë vlerat, për i me tregu njerëzve që gjdo si cilin nga ne ka mundësi me bo diqka. Edhe kjo është platforma më e mirë, ku njerëz mujnë më na pa më në ndigju, edhe pse në të rrethën nga ku jemi njerëz të din, po është mirë me ditë edhe tjertë, që në mesën e shqiptarëve ku do qofshin, ka persona që kohën më të madhe e japin aktiviteteve për ndryshime, se unë nuk tham unë që unë i bona ndryshimet, po unë fillova ndryshimin nga vetvetja. Edhe kur unë sot jam i pranum në atë vendin ku jam, shumë është e lehtë edhe për tjetrin më pranu, faktikisht. Edhe ndoshta secili nga jo merr diçka nga kjo që tham sot, edhe pse ka shumë për më thonë, edhe pse kemi prek disa fusha që edhe tjerat kemi mujt mi elaboru ma shumë, po unë e falenderoj një herë syrin, nuk është hera parë, jemi, domethënë, jam shiqur si rregullt, i përcjell gjitha debatet, e më vjen mirë që e kemi një shansë edhe një person që është ka menduar për një alternativë më në dhonë edhe neve këtu, edhe faktikisht me ekspozue të mirën, me marë të mirët, edhe ato të këshijat lomra pa shpinës pakës, edhe me pa botën
pozitive, me qenë pozitiv gjithmonë. Unë jam dikush që jam shumë pozitiv, edhe gjithmonë jetën time për atë edhe merna kam shumë kaskete ndotë, por vetëm pse e shoh me pozitivitet, edhe mendoj që nga njerë unë e di që edhe familjes temi i pengon, se kanë qef nështë me kenë me ta, unë duhet me konë diku tjetër, por në anën tjetër e kom pas më kanë mështet në gjitha aktivitetet e mija, e kjo më jep forcë, edhe shpresoj që edhe persona tjerë që ka shumë, unë kam shumë miq, edhe kompatriot bashkëvendas që jënë të angazhuar politik në Shatel edhe e kam kënaqësinë kur bashkëpunoj me ta. Faktikisht na jemi si një drejtare e syrit, përmes syrit të mi treguar edhe këtu, po edhe njerëzve tonë që mundësitë janë të mëdha, vetëm vullneti duhet me pas. Kur kem vullnet. Do me thonë shikuesve i porosit, hajde këtu në televizioni syri. Kur ka diçka me asi, është alternativa më e mirë për ma marrë më ekspozu edhe me tregu atë që ka mendojnë gjitha fushat. Kjo është që edhe ju falenderoj edhe njëherë për ftesën. Jo, faleminderit për teje. Të uroj gjithat mira. Na e përfundojmë emisionin. Une Ruth Bytyqi ju thamë se emisioni EPI është për juve, për tonë, për juve këtu në Zvicër, për juve atje në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipni, kudo që jeni shqiptarë. Paraqituni të gjithë dhe jeni bashkë me mu edhe nga qëta unë të botës. Ju përshëndes shumë edhe ju uroj një javë të mirë deri tonën tjetër, natën e mirë. Natën e mirë.